Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah në falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Falenderojmë Allah subhanahu wa taala që na ka mundësu të arrijmë këtë net të bekuara, duke lutur Allahun të na pranojë adhurimet të cilat i bëjmë në to. Falenderojmë Allahun dhul xhelal, i cili ka bë namazin për shtylllave më madhështore në Islam. E falenderojmë Allahun dhul xhelal, i cili e ka bë namazin shtyllën më të dukshme të muslimanëve. Andaj ai i cili e madhëron çështjen e namazit dhe ka kujdes ndaj namazit, kjo tregon se zemra e tij është e devotshme. Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Kush i madhëron dispozitat e Allahut, shenjat e Allahut, simbolet e tij të dukshme, kjo tregon se zemra e tij është një zemër e devotshme. Qofse besimtari e di vlerën e namazit, atë vlerë që e gëzon tek Allahu dhul xhelal, atëherë sigurisht se do të mallëngjehet për faljen e namazit. Andaj, si një përkujtim për të gjithë ne, t'i përmendim disa nga dobit apo disa çështje që ndërlidhen me namazin. Namazi, vëllezër të dashur, është ajo obligim i cili është bërë farz, obligim mbi 7 palqej. A nuk tregon vallë kjo rëndësinë e madhe që ka namazi? Janë bë fillimisht obligim 50 namaze. Pastaj në saje të mëshirës dhe rahmetit të Allahut subhanahu wa taala e kemi obligim i fal 5 vakte, mirë po në vlerë të 50 vakteve. Namazi është rehati. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ja Bilal, aqimis salah, erihna biha." O Bilal, thirrë ikametin, ta falim namazin, të qetësohemi me namaz. Andaj nëse njeriu është i pikëlluar, ju ka ngushtuar dunjaja përkundër gjerësisë së saj, atëherë le të kthehet tek Allahu me namaz, nga se në namaz do të gjejë rahati shpirtërore. Namazi është vepra e parë për të cilën ka më dhënë llogari robi në ditën e Kiametit. Qofse me namaz i ka punë të mirë, do të shpëtoj. Qofse me namaz nuk i ka punë të mirë, do të dështoj. Asnjëri prej nesh mos niset drejt Allahut pa namaz, nga se pa namaz nuk ka xhenet. Ma salakakum fi saqar. Çfarë ju solli juve në zjarr? Qalu lam nakum min al-musallin. Nuk e kemi fal namazin. Andaj secili prej nesh të kthehet tek Allahu subhanahu wa taala, nëse ka në mesin ton të atij që nuk falen 5 vaktet, le të fillojnë mi fal 5 vaktet, nga se nuk ban munis tek Allahu pa namaz. Namazi është shlyerje e mëkateve që i bën robi gjatë ditës e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Parafytyrojeni nëse përreth shtëpisë suaj ndodhet një lum në të cilin do të laheshit 5 herë në ditë. A do të mbeti ndonjë pastërti në trupin tuaj?" Sahabët thanë: "Jo." Kështu është shembulli i 5 namazeve. Përmes tyre Allahu ju afal gjunahet. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idha ijtanaba al-kaba'ir." 5 namazet, xumaja deri në xumën tjetër, Ramazani deri në Ramazanin tjetër, janë falje mëkatesh, por me kusht që njeriu, besimtari, të largohet nga mëkatet e mëdha. Andaj, njeriu kur e din rëndësinë e namazit, sigurisht se e merr malli për me dal para Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu namazi është një farë bashkëbisedimi mes robit dhe Allahut subhanahu wa taala. Andaj
ti që ki halle, ktheu tek Allahu me namaz. Qaja hallet tua, Allah dhul gjelal, ati i cili ku ti lutesh përgjigjet. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, robi më afër Allahut është në momentin kur bën sejdë. Andaj shtojini lutjet sa më shumë. Namazi është vepra më e dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Abdullah ibn Mesudi thot se e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "Ayul amali ahabbu ila Allah?" Cila është vepra më e dashur tek Allahu? Ka thonë as-salatu ala waqtiha. Namazi në kohën e vet. Pra namazi ka kohë. Nuk ban as më përpara, me fal para kohës, as me vonu. Namazi ka kohën e vet. Andaj këto kanë disa këshilla që tregojnë vlerën dhe pozitën e namazit. Gjithashtu, çështja e namazit me xhamat është një çështje madhështore që duhet t'i kushtojmë rëndësi. Nga se Allah dhul gjelal për këtë namaz me xhamat ka caktuar që ne t'i ndërtojmë xhamiat e Allahut, t'i mirëmbajmë ato, ta falim namazin, të takohemi çdo namaz, të takohen besimtarët mes vete e kështu me radhë. Gjithashtu nuk duhet harruar se shpirti i namazit, ajka namazit është përkushtimi. Nëse nuk kemi përkushtim në namaz, atëherë namazi do të na duket i rënd. Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Vërtet namazi është i rënd, mirë po jo për ata të cilët janë të përkushtuar në namaz. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Në surën al-Mu'minun thot Allahu, kanë shpëtuar besimtarët. Kush janë besimtarët? Ata të cilët janë të përkushtuar në namaz. E lutim Allahun që secilin prej nesh ta forcojë Allahu deri në frymën e fundit me namaz. E lutim Allahun t'i uzoj prindërit tanë. E lutim Allahun t'i uzoj familjarët tanë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.